brezi i ri në Shqipëri, brezi juaj, studentët e mi, është një nga gjëra që ne kemi detyrim që t'ja paraqisim të rinjve tani se kush janë vërtet ata që kanë vënë gurin e themelit në muzikën shqiptare. Dhe një nga këta pa dyshim, një gur të rëndësishëm, ka vënë Tefta Tash Kokoço, kjo këngëtare lirike e mrekullueshme, e cila, si shta Balina, la mundësit, la oportunitetet që t'i jepte Evropa dhe të ecte në ato rrugët e shtruara dhe erdhi te këto rrugët e pashtruara të Shqipërisë. Dhe ky është, ne duhet të jemi mirënjohës këtyre njerëzve që kanë bërë të parët, ose Lola Gjoka që e para solli piano në Shqipëri, po flas për pianon me që më përket më shumë. Pra janë artistë të cilët kanë sakrifikuar nga vetja, nga mënyra se si mund ta kishin bërë jetën për të ardhur për të bërë diçka të re në Shqipëri. Dhe është një lloj, unë e quaj gati detyrë tonën, që këto artistë i paraqesim, t'ia kujtojmë emrin, t'i mbajmë gjallë memorien, dhe aq më tepër që në këtë podcast, le të themi, në këtë koncert të veçantë që bëm para ca ditësh,